Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Falënderim dhe lavdërim të kanë Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat e selamet e dërgojmë zotërisë të pejgamberëve më të dashurit tonë, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Familjes e tij fisnike, shokëve të tij besnik, edhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Jemi në vazhdim të shpjegimit të librit Hadithet Sahiha rreth Dejjallit, duke treguar me hartat bashkohore. Kemi rritë kapitulli se kur do të dalë Dejjalli. Deri tani kemi shpjeguar për cilësitë e tina, dukin e tina, çfarë do të bëj ai, fitnën e tina, rëndësia e mësimit për Dejjallin edhe çdo gjë, ndërsa tani vazhdojmë për kohën se kur ka me dalë Dejjalli. Akhbara al-Mesihu Dajjal nafsihi, ka treguar vet, ka lajmëruar vet Dajjalli për veten e tina, bi anna khurujahu qarib, se dalja e tina është afër. Ka treguar vet te hadithi të cilin e kemi përmend i Temim ad-Dari. Temim ad-Dari ka qenë prej sahabive që kur e ka bënë një udhëtim me 30 persona të dy fisja për Jemenit, valët e mlaja e kanë quajtur me një vend ku është takuar edhe ka pa Dejjallin. Kur ja ka treguar këtë ngjarje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, personi tha innehu al-Mesih, padyshim se ai u konën Mesiha apo u konën Dejjalli. Wa inni mukhbirukum bi thad Dejjallit min ad-dar. Edhe unë po ju lajmëroj juve. Inni ana al-Mesih, se unë jam Mesiha, unë jam Dejjalli, wa inni ushiku an yu'dhana li fi al-khuruj. Edhe unë vetëm se dyshoj se shumë shpejt ka me më dhonë leja mua për me dalë. Këtë Dejjalli ka thonë në paranimi e 400 sa viteve. Nëse atëherë ka thonë se është koha gati për me dalën, atëherë tani vetë se jemi duke u afruar edhe më shumë. Tani koha që jena duke jetu na, sot vetë se shkojna duke u afruar edhe më shumë për ka dalja Dejjalli, mallkimi Allahu qoftë këtë. Para se me dalën Dejjalli, pejgamberi alayhis salam, pastaj sahabët, pastaj edhe dietarët të cilët mirën me komentimin e haditheve, kanë treguar shenjat të cilat janë para se me dalën Dejjalli. Ne sikurse i kemi shenjat para se me u bë Kiameti, që ka me ndodhur kjo, ka me ndodhur kjo, ka me ndodhur kjo, të njëjtat shenja janë që ka me pasur shenja edhe para daljes së Dejjallit. Për tyre është Fethul Konstantinie, apo çlirimi i Konstantinijës apo Stambollit të sotëm. Pse në disa transmetime e shohim Konstantinie në hadithe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Konstantinia është Istanbulli i sotëm. Ata e ka marrue Istanbuli. Istanbuli ka qenë baba i Konstantinit. Konstantini ka qenë perandori romak. Istanbul e ka emrin për shkak babës të Konstantinit. Istanbul ka qenë baba i tina, i cili ka filluar me ndërtu Istanbullin e sotëm. Kur ka qenë shteti romak, atëherë perandoria romake, po flasim para qindra mija viteve, kur ka qenë perandoria romake, Istanbuli ka qenë baba i Konstantinit. Prandaj, mas vdekjes së Istanbulit e ka marrën udhëhecien djalit tina Konstantinit, edhe ka filluar prapë për me e ndërtue Istanbullin e sotëm. Prandaj në disa transmetime e gjena Istanbulli që është tash që e njohim na, edhe Konstantinie të cilën e përmend vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe. Konstantini ka marrën për shkak të ndërtimit tina për perandorit të Romës. Fal muslimuna ghazawha iddata marrat, edhe muslimanët kur kanë hyrë në Istanbul e kanë luftuar atë disa herë. Muslimanët në Istanbul kanë bërë luftë disa herë, qoftë atë me romakët, qoftë luftat të cilën kanë pasur me Bizantin, qoftë luftat të cilën kanë pasur me tatarët apo mongolët, lufta të ndryshme të cilat çdo herë janë thirrur rreth Istanbul. Sepse edhe fillimi i këtyre perandorive apo ndërtimi i këtyre perandorive ka qenë rreth Konstantinopolit apo rreth Istanbullit të sotëm. E para që është bërë luftë në Istanbul ka qenë në kohën e Muavijës radhiyallahu anhu. Porse, ajo nuk ka arritur për më ushtrirue. Muavija me ushtrinën e tina kanë arritur deri në Istanbul, edhe kanë vazhduar me luftu atje me romakët.
por se nuk kanë arritën me shliruar Istanbulin. Kjo ka ndodhur në vitin 49 Hijri. Në vitin 49 Hijri. Pastaj shkirimi i dytë, të cilat do të flasim na, ka qenë e para që është shliruar pas Istanbulit, ka qenë prej Muhammed Fatih. Muhammed Fatih është ai i cili, ose që si njihet e na pe Muhammedun el-Fatih, emri i tij i plot ka qenë Muhammed bin Murad bin Fatih. Pastaj ai ka shliruar Istanbulin duke bërë luftë, edhe ka hyrë në Istanbul duke shliruar ato. Kjo ka ndodhur në vitin 857 Hijri. Wa hadha al-fathu laysa amaratan li khuruj ad-dajjal. Edhe pse ka ndodhur një herë për herave shlirimit të Istanbulit. Kjo nuk është për shenjave të cilat na tregojnë neve se është afër dalja e Dajjalit. Pejgamberi sa ka përmendur atë në hadith që shkrimi i Konstantinopollit është për shenjave para se me dalë Dajjali, por se nuk flasën nga për çet shenjë, për çet shlirim, sepse Muhammed bin Fatih e ka shliruar Istanbulin duke luftuar. Kanë hyrë aty me luftë, janë vrarë njerëz aty. Dërsa për shenjën të cilën e ka për qëllë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Konstantinia tuftahu bil qitali kathir. Ajo është shliruar disa herë me vrasje të shumta, por se ka menduar në shkrimin e Istanbulit apo i Konstantinopolit pa u bërë luftë në ta. Qysh ka menduar kjo pa u bërë luftë, na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa idha fataha al-muslimuna Konstantinia fi akhir zaman bi tahlili wa takbir. Kur ta shlirojnë muslimanët Konstantinopolis në kohën e fundit kanë me shliruar ato duke thonë la ilaha illallah, edhe duke bërë tekbir Allahu Akbar. Sami'tu bil Madinati janibun minha fil bar, ka thënë pejgamberi sa i pyet sahabët. A keni dëgjuar ndonjëherë për një qytet të cilën një pjesë e tij është e rrethuar me tokë, wa janibun minha fil bahr, edhe një pjesë e saj është me dalje në det? Qalu na'am ya Rasulullah, i thanë po i dërguari i Allahut. La takumu as-sa'a, thot nuk ka më bë kiameti. Nuk ka më ardhur kiameti hatta yagzuha 70,000 min bani Ishaq. Derisa kanë me luftuar ata. Kanë me luftuar atë prej 70,000 prej muslimanëve prej Banu Ishaq. Çka është prej Banu Ishaq? Prej nesebit, prej ardhës së Ishaqut alayhi salam. Fa idha ja'uha nazalu, kur vinë aty dhe zbresën aty, falem yuqatilu bisilah, edhe nuk kanë me vrarë askën ata me armët e tyre. Wa lam yarmu bisahm, edhe nuk kanë me gjujt askën me shigjetat e tyre. Qalu la ilaha illa Allah wallahu akbar. Ata veç kanë me thonë la ilaha illa Allah, Allahu akbar, fayathkutu ahadu janibayha. Kur ta thonë muslimanët, 70,000 muslimanë prej Banu Ishaq, kur ta thonë la ilaha illa Allah, Allahu akbar në kufit e Istanbulit sot apo Konstantinias, njëna pjesë e thonë vetë se shlirohet. Thumma yaqulu thania, pastaj thonë herën e dytë, la ilaha illa Allah, wallahu akbar. E thonë këtë fjalë prapë muslimanët, shlirohet edhe pjesa tjetër e Istanbulit të sotëm, fa yaskatu janibul ukhra. Thumma yaqulu thalitha, pastaj thonë prapë herën e tretë. La ilaha illa Allah, wallahu akbar, fa yufarraju lahum, fa yadkhuluha. Edhe pastaj atë shlirohet edhe hynë musliman në Istanbul. Shlirimi të cilin duke e folën na, që ka mendollën para se me dolën Dajjali, nuk është shlirim që ka mu bue luftë e madhe, apo ka mu vrarë dikush prej njerëzve në shlirim e Istanbulit. Por se muslimanët kanë me shliru ato vetëm duke bue tekbire për Allahun subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot pejgamberi sa në hadith, sa bainama hum yaqtasimuna al-ghanaim. Por deri kur të hinë musliman tash në Istanbul, e kanë shliruar Istanbulin. Pastaj aty është lashka e luftës që njihet, pasuria të cilën e kanë lënë njerëzit aty. Edhe hynë muslimanët, edhe e drejta e luftës është ata me marrë pasurinë, edhe me ndajnë në pjesë vallavarta për secilin prej tyre që ka luftuar për me ardhën drejt aty. Kur të vazhdojnë thot musliman, pejgamberi sa thot kur vazhdojnë musliman me ndajë që pasurinë të cilën e kanë marrë në Istanbul apo e kanë marrë në Konstantin atje, idha ja'u në sarih, ata vazhdojnë edhe e nin në bërtim. E një zo, sarih nuk është me bërtitën. Sarih është kur del një zo pej mrena që donë munije sa ma largë. Donë munije sa ma largë. Në arabisht, se cila fjallë e ka dhe kuptimin e vetë. O një fjallë që del ty pej mrena, kur donë me bërtit dikujna me i thonë dishka që del pej mrena, donë që me e nalën sa ma shumë, edhe munije sa ma largë, edhe këta e një muslimane që të zo. Edhe i thakale, inne Dajjal kad kharaj. Dijeni se Dajjali vetë se ka dalë. Muslimanët në Istanbul,
duke e ndaje pasuninë, duke e ndaje plashkën e luftës, e nin që të bërtimën e madhe. Dijeni se Dëxhalli vetë se ka dalë, tha ja trukun e kulle shej, edhe qysh janë duke ndaje pasuninë, e lojnë çdo sen aty për aty. E lojnë çdo sen, edhe secili prej tyre vazhdon edhe më u kthy edhe më nga shpejt te shtëpiat e tyre, që më u kujdes për familjen e tyre edhe për fëmijët e tyre. Transmetim tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e shlirojnë muslimanët Stambollin, fa bejnema hum yatasimun al-ghana'im, dhe përderisa ata janë duke ndaje pasurinë, duke ndaje plashkën e luftës, i kanë lënë në shpatat e tyre. Kjo t'jep edhe shenjë tjetër se që kjo luçë tonë pas ka më u bëhe me shpata. Në mënyrë primitive, jo me teknologjinë sot, mos ta menojna që to shenjat e cilat kanë me ndodhur, me e menua me kohën tonë të sotit. Sepse këto sene shkojnë vetë duke u larguar. Thot ata vetë se i kanë marrën shpatat e tyre edhe i kanë lirë. I kanë lopëve për shumë. Hala thot ato janë duke rrjedhën gjak për luftët se cilën e kanë bua atje me Rumin, apo me Romakët. E tregojnë prapë në hadithe të tjera se kush janë Rumi, jo vetëm Romakët, por kush bën pjesë, cil popull bën pjesë te Rumi. Thot hala thot shpatat e tyre janë duke pikë gjak, do thot hala nuk janë tërë mirë për luftën e madhe që cilën e kanë bue, e një zonin se Dëxhalli vetë se në pjesën tjetër tokës atje ka dalë. Edhe kur tani këtë zonë, se cili për tyre vrapon për me shku të familjet e tyre, edhe me e sigurua familjen e tyre. Thot Ibn Kathiri, ju dhe në lehuat Dajjal, fil khuruj, fi akhir zamani, po të leja Dëxhallit në kohën e fundit, para se në ardhën kiameti, por me dalaj, ba'da fethil muslimine Medinet e Rum, al-Musamma Konstantinie, pasi që muslimanët ta shlirojnë një qytet prej qyteteve të Rumit, i cili quhet Konstantinie apo Istanbuli. Sot me tregum se Istanbuli ka qenë baba i Konstantinit, Istanbuli sot me ka për shkak babës tina, Konstantinia nihet në hadith për shkak Konstantinit perandorit të romakëve. Pastaj na intereson neve se masi tash e morëm vesh se kur ka me dalë në Dëxhalli. Koha se kur ka me dalë, masi që shtirohet Konstantinopola. Cili është vendi që ka me dalë Dëxhalli. Pe ku me e pritën njerëzit që ka me dalë në Dëxhalli. Gjatë e sunet të nebevije, ka orë në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qartësimi i qartë, vendi se ku ka me dalën Dëxhalli. E para thot, ennehu yakhruju min qibali al-mashriq, sa i ka me dalën prej anës së lindjes. Edhe shohim sot, kur ta bëhet neve një prej anës së lindjes, komplet fitnët më të mëdha, luftat më të mëdha, përsharjet më të mëdha çdo herë vijnë prej lindjes. Shtetet muslimane, ashtu edhe tjera shtete atje, sa herë që bëhet ndonjë luftë e madhe, kriza vjen edhe shpërndahet edhe në botën tjetër, edhe në shtetet e tjera. Përçarjet në fillim, përçarjet e muslimanëve kur kanë filluar pej kësaj ane, pej lindjes. Po edhe përhapja e islamit në fillim ka filluar duke shkuar ka lindja. Me një fjalë na blen neve më ditë se çdo sen ka filluar pej lindjes edhe prap do të mbaron çaty. Prap do të kthehet edhe do të mbaron çaty. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith sahih. Innehu fi bahri shami. Ai Dëxhalli është te bahri i Shamit apo me thonin deti i Shamit. Bahri i Shami është deti mesdhej, pjesë e Levanti është një pjesë e detit mesdhej që gjendet afër Jordanisë edhe Sirisë sotme. Më hime këshirën Levant. Deti Levantit e shef edhe thot në hartat e tona. Deti Levantit është pjesa e fundit lindore atje që ana e djathtë që është pranë Jordanisë dhe Sirisë të detit mesdhej. E u bahri Yemen ose te deti i Yemen atje. La, pastaj thot pejgamberi thot, jo as të njëjën prej tyre. Por se do dal prej anës së lindjes. Pastaj deti Levantit muna me fort hart. Çto ne e kena deti i Kazvinit, apo deti Kaspin. Qëtu është Siria. Qëtu poshtë është Siria, të vjen Saudia edhe Jemeni poshtë. Këtu poshtë e kena edhe Jordani. Ku është Siria dhe Jordani është që ky deti i Shamit që nifët, apo ana e Levantit të detit të mesdhej. E këta nga pjese ka me u bojë një udhëtim të cilin e përmendim pastaj në hadithe, do të bëhet një udhëtim i Dëxhallit për vendin se ku del, mes qesania do të kalon derisa shkon në Medinë. Yakhruju min Khurasan, pastaj pejgamberi sa që e specifikon se ka me dalë prej Khurasani apo Irani tash. Wa Khurasan iklimu wasin yashmul janub bahri Kazvin. Khurasani
apo Irani I tashëm, e shohim në orë ku është Khurasani, në kufi e ka këtu Kabulin e Afganistanit, Kirman është pjesë apo vend, qytet I Iranit, Kirmanshah, keni dëgjuar për Kirmanshah që ka qenë një sheh I tyne, të cilën kanë emërtuar edhe ka qytetin e tyne. Pastaj është Gjunkan, pastaj vjen Ardabili, deti Kaspik këtu, edhe Kharizma. Janë qytetet të cilën ngjinen pranë apo në kufi me Khurasanin, vendi se ku prapërsisht tregohet në hadithe se ka me dalë Dajjal. Anna Dajjal yakhruju min ardi bil mashriq yuqalu laha Khurasan, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe dijeni se Dajjali ka me dalë në prej një vendi të lindjes, për një qyteti atje në lindje, I cili quhet Khurasan. Yattabihu aqwamun ka'anna wujuhum al-majjan al-mutraka, edhe kanë me pasu ato popuj të ndryshëm, sikur se fytyrat e tyre janë të rrafshta. Të rrejë edhe të rrafshta. Tash muna me paramenue, populli I lindjes atje, të çështja e Iranit, në kufi me Afganistanin, pastaj që vinë shtete tjera, se çfarë dukje në fytyrat e tyre kanë. Pastaj janë duke treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yatba'u min yahud, ato mas pari pej pasuesve të Dajjalit kanë me qenë Tabihu aqwamun ka'anna wujuhum al-majjan al-mutraka, edhe kanë me pasu ato popuj të ndryshëm, sikur se fytyrat e tyre janë të rrafshta. Të rrejë edhe të rrafshta. Tash muna me paramenue, populli I lindjes atje, të çështja e Iranit, në kufi me Afganistanin, pastaj që vinë shtete tjera, se çfarë dukje në fytyrat e tyre kanë. Pastaj janë duke treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yatba'u min yahud, ato mas pari pej pasuesve të Dajjalit kanë me qenë pej popullit të jahudive. Yahud Asbahan 70,000, thot kanë me pasu ato jahudit e Asbahan, apo Asfahani tash që nifët, rreth 70,000 jahudi. Rreth 70,000 jahudi. Edhe nëse nalmi edhe këshyrmi gjendjen e fundit e cila është duke bërë në Asfahan. Asnjëherë më shumë histori nuk nifët që janë marruar më shumë sinagoga se sa 10 vitet e fundit. Shkojnë edhe duke ushtue numri I sinagogat janë tepër që I përdorin jahudit për adhurim. Sinagogat duke ushtue me numër pa, nëse nërmi edhe këshimi 10 vitet e fundit, kime e paje që është numër në rritje sinagogat e jahudive në Asbahan. Alejhim e Tayalise. Edhe mbita, për nësari ka specifiku se edhe tilt jahudi. Alejhim e Tayalise është një lloj shalli, I cili e mnojnë jahudit në krah, ose disa për tyne e mnojnë edhe gokë. I kanë me dy ngjyra. Njëna është e gjelbërt, edhe njëna është e bardhë. Në qoshet e sajna, qati shallit janë dy vija zeza, e të bujna pastaj edhe me foto. Pastaj thot Ibn Kathiri, Budubu dhuhuri himin Asbahan, fillimi I daljes së tina, I Dajjalit ka me qenë në Asbahan. Ju ka lehe jahudije, ku atje dhe një vend I thojnë vendi I jahudive. Wa yasuru min ahliha 70,000 jahudi. Edhe për që ati vendit të jahudive kanë me ndihmu Dajjalit rreth 70,000 prej tyne. Alejhim e asliha wa sijan. Pastaj thot, wa hiya Tayalise al-khudr. Edhe mbi ta ka që të tajel që të shallin të cilën e kanë me ngjyrë gjelbër. Përveç jahudive thot Ibn Kathiri, ato kanë me ndihmu edhe 70,000 tjerë prej tatarëve, apo 70,000 tjerë prej popullit të mongolëve, edhe min ehli Khurasan, edhe tjerë prej popullit të Khurasanit, apo tjerë prej popullit të Iranit. Sikur me nëmë tash me folën për Dajjalin, edhe me folë për çdo popull që kanë me pasur Dajjalin, bash tash kur janë çdo gjendje që janë duke ndodhur tash në Iran. Çështja e shijave rafidive atje e kanë të njëjtin drejtim, të njëjtin mendim me punën e jahudive sipas shumicës së dietarëve. Edhe çështja se do të dalë Dajjali prej Iranit, kanë me pasur 70,000 jahudi, por jo është për jahudive. Kanë me pasur edhe tjerë edhe popull të cilë kanë mëkuar prej Iranit, që kanë me pasur ato dhe me ndihmu atina në rrugën e tina. Tayalise apo Taylasan është që kjo, të cilët e mnojnë jahudit e kanë jahudit në koka. Mund është me hidhe në për YouTube e kudo, edhe me e pahe që ta jahudit të cilën e kanë që ta në për koka edhe ku gjendën edhe qka veprujnë ta.
duke që shtë i ka edhe qëto vijat e zeza, të cilët këta këto vija e kanë edhe një domethënie të cilën mes tyne ata e mendojnë që territorin për me e marrën që është Efrati edhe Nili, mes kësaj në çdo territor i cili ekziston, ata e kanë pasur si ide për me e marrë me bëhet territor të Jahudive, apo e mendojnë se ajo është territor i shenjtë për territori Jahudive, Allah e di më së miri. Idha kharaja takunu himmatuhu wa qasduhu al-Medina. Kur del Dajjalli, qëllimi i tij kryesor është që ai me mrrije në Medinë. Momentin që del, e merr udhëtimin e tij, qëllimi i tij kryesor, apo udhëtimi i tij kryesor është që ai me vazhdue edhe me arritën deri në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa la'alla illata fi qasdi al-Medina an al-iman fi akhir az-zaman ya'ziru ilayha. Pse Medina? Për shkak se në kohën e fundit imani, besimi dhe çështja e muslimanëve ka me mbështjellë në Medinë edhe në Mekë. Thot pejgamberi sallallahu إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. Imani e ditë, në kohën e fundit, para se me ardhën kiameti, imani e ditë ka me umle, apo çështja e diturisë, çështja e besimit, apo çështjet e muslimanëve kanë me umbledhur në Medinë njëjtë sikur se çysh rrethohet gjarmi në vendin e tina. Sikur se gjarmi çysh bëhet rreth, e dini secili pe ju çysh bëhet në vendin që bëhet rreth, njëjtë do të mbledhë dituria edhe çështja e besimit apo çështja e sigurisë së imanit besimtarëve në Medinë atje. Yadhhabu ila al-Medina fi tariqi bayna ash-Sham wal-Iraq. Cila ka më rruga që ka me marrë për Medinë, që ajo që e përmendëm. Mes detit të Shamit atje, edhe mes Irakit, mes qytetëve dyjave, do ta bën rrugën Dajjalli për me arritën deri në Medinë. Qali ibn Abbas mubtada khuruj ad-Dajjal min Khurasan, ai ka me dalën prej Khurasanit, thumma yakhruju ila Hijaz ma bayna Iraq wa Sham, pastaj ka me ardhur në Hijaz, tokë e cila është mes detit të Shamit atje bayna Shami edhe mes tokës së Irakit. Tash mundna me pa, çdo është deti Kaspik, pe vendit se ku vjen Dajjalli ka pe veri, që ka poshtë është Medina, kena Irak, kena detin e Shamit. Që kjo vija e kaltër që do këtu është udhëtimi të cilin e bën Dajjalli pe vendit se ku dera pe Kaspik atjena, edhe e bën deri në Medinë poshtë. Por se nuk i lejohet me hyje aty. Kur del Dajjalli, edhe tash udhëtimi i tij apo qëllimi i tij kryesor është me shkuar në Medinë. Si do t'jetë gjendja e njerëzve atë ditë. Dajjalli dul. Ç'është kanë më kuën njerëzit tash? Ç'a kanë më bën njerëzit atëherë? Gjatë stunës të Nebawiyya bayan, ka ardhur sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çartimi thojna, "Annahum yafirruna minhu fil jibal." Se kanë munduar njerëzit me ikën pe Dajjalli derisa të marrin kodrat. Me ikën në përkodra, me ikën në përmale nën. La yafirruna an-nas min Dajjali fil jibal, fa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rawahu Muslim. Kanë me ikën njerëzit pe Dajjalli derisa ata të vazhdojnë me ikën në përkodra, në përvene nalta. Do kemi që atëherë në ato vende nuk ka me shkelë Dajjalli. Yakunu muslimuna fi harbi ma Rum. Përderisa muslimanët janë në luftë me Rumin. Thumma yantasiru al-muslimun, pastaj muslimanët e fitojnë çet luftë, alehim wa yagnamuna, edhe pastaj e marrin pasuninë e asaj lufte. Fa yasnauna bi khuruj, edhe dëgjojnë për çështjen se ka dalë Dajjalli. Fa yulkuna ma fi aydihim, edhe këtë çat pasuni që kanë dorë e gjujnë edhe e lojnë atë. Pastaj fazan ala nisaihim wa sibyanihim, edhe ikin shpejt puna e familjes tyre, gratë tyre edhe fëmijët e tyre yadhhabuna ila ahlihim yatatalluna khabarahu, për me shkuar dhe me ia çuar lajmin atyne. Po dietarët që para se me dalë Dajjalli është mirë se të tepin muslimanëve me i rujtën familjen e tyre. Belen në transmetime ka ardhur që me i lidhën gratë të shtëpia. Qysh është me i lidhën? Jo tash ti me marrën gruën edhe me i lidhën me zinxhir të shtëpia, por se me forcue imanin e tyre. Gratë për natyrës krijimtarisë tyne e kanë mendje lehtësien. Disa herë më ia thoni Allah, ajo e merr çat bingje. Disa herë më ia thoni e merr çat bingje. Për shkak fitnës madhe e cila do të jetë në kohën e Dajjallit. Edhe frika që këto do të devijojnë të bëjnë për pasuesve të tina, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mundohuni që me i lidhë me i rujt familje juve që me ju folë sa ma shumë rreth dashurisë për Allahun, dashurisë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe devotshmërisë edhe mbështetjes me Allahun. Me forcue mbështetjen e Allahut në familjet tona. Se
gratë tona, të fëmijët tonë, që ditën kur del Dajjalli, fitnë e tina mos me i mashtruhe edhe këta. Pastaj thotë që edhe vazhdojnë për mja quhe lajmin atyre se Dajjalli vetë se ka dhënë, pastaj vazhdojnë me zgota. Yakhruju ilayhi inda maqdamati al-Medina, edhe kur del, ai vetë se vjen në fillim në hyrjet e Medinës, rajulun mu'minun min ahliha, edhe pastaj del në hyrjet e Medinës një person, një burr, edhe i thotë se ashhadu annaka ad-Dajjal, edhe unë dëshmoj se ti je për një me Dajjalli. Pse është e nevojshme se që ki burr me dalë dhe me i thonë se unë dëshmoj se ti për një me je Dajjalli? Për shkak se deri kur del Dajjalli për një me, ka orë në hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do dalin edhe rreth 30 Dajjalla të rrajshëm. Rreth 30 Dajjalla të rrajshëm, të cilën do të tregoj për se ata janë Dajjalli. Kur vjen në hyrje të Medinës, pejgamberi sa fayaqulu lahu, del një person i thot atina ashhadu annaka ad-Dajjal, unë dëshmoj se ti për një me ti je Dajjalli. Vazhdon pastaj hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke treguar për çështjen se ku ka me ardhur Dajjalli, si çish ka me qenë shpejtësia e tina, e ecjes së tina në tokë, edhe puna e tina se çka ka me vepruar ai në tokë. Meshju Mesihit Dajjal, ecja e Mesihit Dajjal në tokë, yakun serian, shabbahu an-nabi sallallahu alaihi surat al-Mashyi bi surat al-Mashyi al-Ghaib. Edhe pejgamberi e ka përgjasuar shpejtësinë e ecjes së Dajjallit me shpejtësinë e reve kur ti çon fryma. As shpejt shkojnë rret me frymë që i çon Allahu subhanahu wa taala, njëjtë është edhe shpejtësia e Dajjallit që ka me shkelën në për tokë. Pastaj në hadith tjetër thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Kal ghaythi istadbartu ar-rih", është sikur shiu që pastaj edhe shiun të cilin e ban era, e ban një frymë e fortë, një erë e fortë, as shpejtësia e madhe që kjo ka me qenë shpejtësia e Dajjallit që ka me shkelën në për tokë. Në surati Mashyi fil ard, la yad'u qaryatan illa habattaha fi 40 laylatan ghayra Makkah wa Medina. Por shkak shpejtësisë së cilën ka me jetën në tokë, nuk ka me lënë asnjë vend, asnjë cep të tokës, pa shkelën ai edhe pa hyrë dhe pa lënë gjurmë Dajjalli aty, ghayra Makkah wa Medina, përveç Mekës edhe Medinës. Me këtë na bën neve çfarë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se nuk ka me pasur në vend, të cilën Dajjalli ka me shkelë dhe ka me hyrë dhe me kaluar në për atë vend, vetëm se ka me lënë gjurmë aty. Cilat janë gjurmët e tina? Për me shkatërruar njerëz, me ja bofet në atyre, edhe me marrën prej pasuesve tina. Pastaj nëse cilin vend që ka me shkelën, ai veç ka me shkuar duke i shtuar pasuesit e vet përveç Mekës edhe Medinës. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Laysa min baladin illa sayata'u." Nuk ka me pasur në vend të cilën Dajjalli ka me shkuar edhe ka me lënë gjurmët e veta aty, illa Mekë wa Medina, përveç Mekës edhe Medinës. Për pse? Se në Mekë edhe Medinë, Allah subhanahu wa taala ka lënë meleke për melekeve tina në hyrje të Mekës edhe Medinës. Në çdo hyrje për secilës anë që mund është me hitë në Mekë edhe Medinë, ka meleke për melekët e Allah subhanahu wa taala që e ndalojnë ato edhe e ruajnë Mekën edhe Medinën. Innal Medinata mushabbakatun bil malaika, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dijeni se Medinja është e ruajtur apo e mbrojtur prej melekëve. Ala kulli naqbin minha malakani yahrusaniha. Në cilën hyrje të Medinës vetë janë 2 prej melekëve të cilët e ruajnë ato. La yadkhuluha, nuk e lënë ato me hi, wala Dajjal, asnjë njeri i cili e mohon Allah subhanahu wa taala, prej tyre as Dajjalli. Man aradaha bisu'in adhabahu Allah kama yadhubu minhu fil ma'. E kush ja don të keqën, thotë Mekës edhe Medinës, Allah subhanahu wa taala e tërhet atë person, sikur se tërhetet krypa në ujë. Është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe këto kena histori të shumta, qysh perandorim ndryshme, ushtrit ndryshme kanë dashur edhe kanë marrë rrugën për me shkuë edhe me shkatruar Mekën, edhe nuk kanë mundësi me shkatruar. Se Allah subhanahu çdo herë ju ka thënë një ushtri tjetër prej tina, prej melekëve që i ka tretën këta. E njëjta është edhe me Dajjallin që nuk ka me mujtën me hyrje në Mekë edhe në Medinë. Prandaj besimtarët të cilët do të jenë të sigurt për fitnën së Dajjallit janë ata të cilët do të jetojnë në Mekë edhe në Medinë. Pastaj vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke thënë se la yadkhulu al-Medinata al-Masihu ad-Dajjal, nuk mundet me hyrë në Medinë Mesihu
Dëgjalli, leha jo me idhin sebatu abwab, sepse Medinaja atë ditë do t'i ketë 7 dyra, po 7 vend hyrje. Ale kulli babin melekan, edhe në secilin derë janë 2 prej melekëve që Allah s.w.t. i kalon për me e rujtën Medinën. المكان الذي ينزله المسيح الدجال ناحية المدينة. Masi që ai vjen deri në Medinë, po nuk mundet me hy aty, cili është vendi ku ka munalën Dajjalli në hyrje të Medinës. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Laysa min baladin illa sayatawuhu." Nuk ka asnjë vend të cilën ka me ardhur Dajjalli vetëm se ka me lënë shaj aty illa Mekka wa Medina. Hatta yanzilu fi nahiyati al-Medina, përderisa ai nalet me një vend, me një pjesë të Medinës atje, yanzilu dubra Jabal Uhud, edhe zbret apo ka më ardhur në fundin e pjesës të malit të Uhudit, ai khalifu të thotë mas kodrës së Uhudit, wa Uhudun Jabalu Shamali al-Medina, edhe dijeni se Uhudi, se cili për ju i cili ka qenë haxh ose umre, e ka po që Uhudi është në veri të Medinës atje, pej xhamisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk i ka më shumë se 4 kilometra. Thot pejgamberi alayhis salam, hatta yanzilu dubura Uhud, derisa vjen përmas kodrës së Uhudit. Tjetra është yanzilu fi sabkhatil Juruf, edhe ka marrë me një vend të i quajtur Sabkhatul Juruf. El Juruf mabdun bil Medina gharba Jabal Uhud. Juruf është pjesa në jug të malit të Uhudit. Kodra Uhud është kodra e madhe. Është në veri të Medinës. Vjen Dajjalli në pjesën e përmasme, ka ana e jugut të tjetë të tokës së Uhudit. Fajeti sabkhatul Juruf, edhe vjen deri aty, thumma tasrifu al-malaikata wajhahu qibala ash-sham wa hunalika yahlik. Pastaj aty melekët do ta marrin edhe do ta kthejnë ata ka toka e Shamit apo Siria edhe Iraki i sotëm atje, derisa aty edhe do të shkatërrohet çështja e Dajjallit. Qëtu është xhamia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtu poshtë e shohemi xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu në veri kanalt e kena kodrën e Uhudit. Kodra e Uhudit është qëtu. Xhamia pejgamberit sallallahu edhe kodra e Uhudit. Në pjesën ka jugu i kodrës, tashti e kena çka Sabkhatul Juruf, që është kjo lugina ku qëtu do të nalet Dajjalli edhe pastaj do të kthehet për ka Shami atje, ku në vendin aty do të shkatërrohet. Ku do të shkatërrohet? Në Babul Lut. Pastaj ka me ardhur ku është Medinja sot, Beitul Maqdisi ka apo Mesjidul Aqsaja, edhe fusha apo lugina e Ludit ku prapë do të kalon aty dhe do të vjen Dajjalli deri në atë luginë. Pastaj ka Resulullah sallallahu alaihi wasallam, yaji'u ad-dajjal hatta yanzilu fi nahiyati al-Medina, derisa të vjen Dajjalli dhe zbret në një pjesë të Medinës, al-Medinatu thalathatu rajafat, ka me pasë Medina atëherë dhe 3 dridhje, fa yakhruju ilayha kullu kafirin wa munafiq, në që 3 dridhje ka me dalë në çdo kafir edhe çdo munafik, edhe do të mbesin të vetëm besimtarët që me i shpëtue fitnës së Dajjallit. Laysa min baladin illa sayatawuhu, edhe dijeni se prap nuk ka asnjë vend vetëm se ka me shkeljen Dajjalli aty, apo asnjë tokë të cilën vetëm se ka me shkeljen Dajjalli aty. Koha e tina e cila do të jetë në tokë është 40 ditë. Yawmun kasana, një ditë e parë e tina do të jetë sa një vit, wa yawmun ka shahrin, edhe dita tjetër do jetë sa një muaj, wa yawmun ka jum'atin, edhe një ditë e tina ka më konë sa një javë, wa sayru ayami ka ayamikum, edhe ditët e tjera janë sikurse ditët e juve. Pastaj e pyetin tek sahabët, ja Rasulullah, o i dërguari Allah, fa dhalika al-yawm alladhi kasana, po çka dita që është sa një vit, atakfina fihi salatu al-yawm, thot na mjafton neve namazi i një ditës, kale la, aqduru lahu qadra. Thot jo, pastaj jepni asajna sasinë e juve, me këshyrën secili prej sahabëve, me këshyrën secili prej njerëzve, çështjen e lëvizjes së diellit, pastaj me lëvizjen e diellit me i falen edhe namazin. Sanadun wa shahrani wa nisf, pastaj vazhdon edhe jep Ibn Kathiri transmetimin e tina apo komentimin e tina, që kjo është
një vit I cili do t'jetë një vit e 2 muaj e gjysmë që do të zgaten çështja e Dajjalit në 40 ditët e tina. Ne lutim Allahun subhanahu wa taala që atë ditë më na forcojë neve imanin ton. Ne lutim Allahun subhanahu wa taala që më na bëjë të qëndrueshëm në fenë e tina. Besoj që vetëm edhe një javë edhe javën tjetër thotë edhe e kryna me këtë libër shpejt të gjallës, lutim Allahun që me pasën dobi prej tina dhe me marrë mësime dobishme na edhe gjithë ata të cilët kanë prezantuar edhe e dëgjojnë këtë derse e kule ma tasmaune wa në khalfe wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.